Ndryshimi i kushteve atmosferike dhe rreshtit e vazhdueshme të shiut e borës kanë vështirësuar ndjeshëm qarkullimin rrugor në shumë zona të vendit. Policia e Kosovës ka apeluar për kujdes të shtuar nga të gjithë pjesëmarrësit në trafik, veçanërisht nga drejtuesit e automjeteve, duke kërkuar përshtatje të shpejtësisë me gjendjen e rrugës, mbajtje të distancës së sigurisë dhe ngadalësim të lëvizjes në segmentet e mbuluara me ujë, borë apo akull. Situatat paraqitet të ndjeshme edhe në rajonin e Gjakovës, ku pas rreshjeve të mëdha dhe vërshimeve të ditëve të fundit, rrugët në disa zona mbetën të lagështa dhe të rrezikshme. Policia e Kosovës gjithashtu në apelin e tyre drejtuar qytetarëve thotë se po monitoron situatën në mënyrë të vazhdueshme dhe ka rritur praninë policore në terren për të siguruar qarkullimin dhe për të parandaluar aksidentet. Në fund, ky institucion bën thirrje qytetarëve që të kontribuojnë në sigurinë rrugore përmes sjelljes së përgjithshme, duke pasur parasysh se çdo pakujdesi mund të ketë pasoja serioze për jetën dhe shëndetin e të gjithëve.